Dietarët e Islamit që ndriçuan errësirën e Evropës. Gjatë mesjetës së hershme Evropa përjetonte një periudhë që shpesh quhet errësira mesjetare, karakterizuar nga mungesa e zhvillimit shkencor, arsimor dhe kulturor. Në të njëjtën kohë, bota islame po përjetonte një epokë të artë të dijes, ku dietarët musliman luajtën një rol vendimtar në ruajtjen, zhvillimin dhe përhapjen e shkencës. Pikërisht këta dietarët e Islamit u bën urat që ndriçuan Evropën dhe kontribuan drejt për drejt në rilindjen evropiane. Një nga figurat më të shquara ishte Muhammed ibn Musa el-Hawarizmi, i njohur si babai i algebrës. Veprat e tij në matematikë dhe astronomi u përkthyen në latinisht dhe u përdorën për shekuj me radhë në universitetet evropiane. Termi algebër dhe madje fjala algoritëm rrjedhin nga emri i tij. Pa kontributin e el-Hawarizmit, zhvillimi i matematikës moderne në Evropë do të kishte qenë shumë i ngadalshëm. Një tjetër dietar i madh ishte Ibn Sina, Avicenna, mjek dhe filozof i shquar. Libri i tij El Kanun fi Tib, Kanuni i mjekësisë, u bë tekst bazë në shkollat mjekësore evropiane për më shumë se 5 shekuj. Ibn Sina vendosi parime themelore të mjekësisë, përfshirë diagnostikimin, farmakologjinë dhe etikën mjekësore, duke ndikuar thellë në zhvillimin e mjekësisë perëndimore. Po ashtu Ibn Rushd Averrosi nga Andaluzia ishte një filozof dhe jurist i madh islam. Komentet e tij mbi veprat e Aristotelit u përhapën gjerësisht në Evropë dhe ndikuan në mendimtarë të mëdhenj si Thomas Aquini. Ibn Rushd ndihmoi në ringjalljen e filozofisë greke në Evropë dhe nxiti përdorimin e arsyes dhe mendimit kritik në studimet filozofike dhe teologjike. Në fushën e optikës dhe fizikës, Ibn el-Haytham dha kontribute të jashtëzakonshme. Ai vendosi themelet e metodës shkencore moderne, duke theksuar eksperimentimin dhe vëzhgimin, metodat vrojtuese. Veprat e tij mbi dritën dhe shikimin u përkthyen në latinisht dhe patën ndikim të drejtë për drejtë në shkencëtarët evropian si Roger Bacon dhe Kepler. Qendrat islame të dijes si Bagdati, Cordoba dhe Toledo u bën vende kyçe ku dijet greke, romake, persiane dhe indiane u përkthyen. U ruajtën dhe u zhvilluan më tej. Përmes përkthimeve nga arabishtja në latinisht, këto njohuri hyn në Evropë dhe u bën baza e universiteteve të para evropiane. Në përfundim, dietarët e Islamit nuk ishin vetëm mbrojtës të dijes së lashtë, por edhe novatorë që e pasuruan atë me ide të reja. Kontributi i tyre ndriçoi errësirën intelektuale të Evropës dhe hapi rrugën për zhvillimin shkencor, kulturor dhe filozofik, që çoi drejt rilindjes. Pa këtë trashëgimi islame, historia e qytetërimit evropian do të kishte marrë një drejtim shumë të ndryshëm.